Le ta themi trosh, Shqipëria nuk është sot një vend i Bashkimit Evropian, pasi këtu nuk respektohen të drejtat e njeriut. Nga familja, pra brenda shtëpisë, por dhe nga shteti, policia dhe brenda qelisë. Ndryshimi mes regjimit shkuar dhe demokracisë është se në demokraci pakisa nuk shtypet dhe as persekutohet, por respektohet ose s'paku dëgjohet. Se pajtori nuk është pajtor edhe nëse para burgoset, bile edhe kur burgoset sërish ka drejtat e tij, edhe nëse është kriminal. Shpreha liria jote përfundon aty ku fillon e imja është parimi bazë i një sistemi funksional demokratik. Ne kemi bërë hapa para, por jemi ende larg një demokracie funksionale, pikërisht sepse nuk respektojmë as vendparkimin e tjetrit dhe jo me lirinë e tij. Por këtu problemi nuk janë njerëzit. Problemi shumë mendojnë janë institucionet, është shteti. Paradoksalisht ama shteti e ka avokatën e vet. Institucionet shtetërore mbrohen egërsisht kur individët i padisin ata për shkelje të drejtave individuale apo të drejta tjera. Por dhe shtetit i është dashur të çedojë. Çerek shekulli më parë lindi institucioni i ombudsmanit apo avokatit të popullit. Një person i zgjedhur kryesisht me konsensus politik u kthye në zyrën ku trokisnin qytetarët për drejtat e tyre të shkelura dhe të mohuara. Kur në vitin 2001 zyrat e avokatit të popullit u hapën në komisariatet e policisë, një oficer i vjetër më pohonte frustrimin e uniformave blu, pasi nuk imponoheshin dot mos i dikur me gjuhën e tepruar të forcës. Ndaj keqbërësve sigurisht. Ne i kapim me peshë në dorë, thoshte krye policie, por nuk i quajmë dot fajtor, se këta të avokatit popullit më tonë se edhe i ndaluari ka drejtat e veta. Por a mund ketë drejta një kriminal? Një dilemë që nuk e kam vetëm policët, por e kemi dhe ne kur shohim se një vrasës trajtohet nga policia apo nga media si personazh telenovelash, ku në fakt shumë prej nesh e duam të varur në mes të sheshit. Në fakt ndryshimi i këtij mentaliteti është detyra apo misioni më i vështirë e avokatit popullit. Në një shoqëri ku shumica ka vuajtur nga padrejtësitë, të vuajtur shpeshherë tek vendosja e drejtësisë, shohin në thelb hakmarrje. Misioni i ngritjes së drejtave të njeriut në pjedestalin e shoqërisë tonë nuk është mision emocional. Në thelb ka të bëjë me zbutjen e shoqërisë, me kohezionin social, me bashkëjetesën, me ngritjen e sensit të përbashkësisë. Po përse ende e kemi të vështirë ta realizojmë këtë? Përse përbashkësia nuk po fiton akoma mbi konceptin e vjetër të kooperativës? Përse padrejtësia zëvendësohet me hakmarrjen? Përse zbatimi i ligjit nuk ndahet dot nga abuzimi me drejtat e njeriut? Përse në thelb në këtë vend ende nuk ka vend mundësia e një shansi të dytë? Për këto tema, kam ftuar sonte në emision avokatin e popullit në 25 vjetorin e ditëlindjes së tij, Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rizor. Me mua sot në program kam kënaqësi të kem një avokate të njohur, një mikeshën time të vjetër, drejtuesen e avokatit popullit, zonjën Irina Ballanca. Irina, faleminderit që me mua sot është kënaqësi. Edhe për mua shumë kënaqësi. Me mua në program janë Arbër Hoxha, avokat i njohur, mirëmbrëma Arbër, dhe kolegu im Martin Leka, një njeri i cili ka vuajtur që në fillesat e hershme shkeljen e drejtave të njeriut që në vitin 91-92. Për lirin e fjalës. Për lirin e fjalës, por edhe liri tjera, sepse, okej, muhabetet vjetra të te kaluara, por thelbi i shkeljes drejtave të njeriut qëndron akoma, apo jo, Irina, për fat keq, do thoja unë. Po besoj që avokati i popullit në këto 25 vite ka dhënë një kontribut shumë të madh. Por para se të flasim për këtë, të flasim pak ti futemi te realitetit ton, jo dhe aq të bukur politik shqiptar. Sot pak çështja e zgjedhjes së avokatit të ri të popullit është një çështje politike, pasi diskutohet në parlament. Ju jeni tashmë për shumë vite në drejtimin e këtij institucioni, apo jo? Po. Mos gaboj që mbas vitit 2017 erdhët si pjesë edhe një kompromisi të fortë politik mes palëve dhe ju zgjodhët në mënyrë konsensuale në pozicion dhe jeni 8 vjet në drejtimin e saj, tashmë po diskutohet sërish, po nuk diskutohet emri. Edhe me thënë drejtën, dhe këtu nuk duhet bëhem spekulant, ju e dini që unë i qëndroj larg spekulimeve, por ju jeni një avokat e njohur, ju i mbroni të gjithë, i keni mbrojtur të gjithë. Keni mbrojtur edhe Sali Berishën në një rast caktuar, po pse sot nuk ka një konsensus themi për rikonfirmimin tuaj në këtë pozicion? Po sepse së pari unë duhet të kërkoj, të paraqes kërkesë për të pasur një mandat të dytë. A ju s'e keni kërkuar? Jo, dhe unë nuk e kam kërkuar një gjë të tillë. Nuk e kam kërkuar këtë gjë pikërisht në emër të standardit. Në vitin 2019, Komisioni Venecias ka përgatitur një set standardesh ose parimesh të Venecias në lidhje me ombudsmanët. Dhe ky standard apo ky set rregullash ka parashikuar shprehimisht që do t'ishte më mirë, është e preferueshme, sipas standardeve, siç e thash, më të larta zbatimit të drejtave të njeriut, që ombudsmani të kishte një mandat të paktën 7 vite, por
preferohet pa të drejtë përsëritjeja. Kështu që në këtë kuptim, përsa kohë që institucioni i avokatit popullit është një institucion i pushteteve të buta, soft powers, është një institucion i rekomandimit dhe i trajtimit të standardit, unë nuk mund të kërkoj standardet vetëm për të tretët, këto standardet, të cilat unë i kërkoj të tilla pa detyrim ligjore, po vetëm si standard, duhet ta zbatoj dhe vetë. Kështu që kjo është një nga arsyet që unë nuk kam kërkuar që të kem një mandat të dytë dhe kam bërë të qartë qëndrimin tim edhe në Komisionin e Ligjeve dhe në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht se le themi ju u zgjodhët si pjesë e një temi marrëveshje politike që në fakt mos gabojmë daton nga viti 2017. Po, daton më herët, edhe Igli, Toto Zani është zgjedhur. Po ka qenë një rregull të themi parlamentari pa shkruar një propozim që vjen nga opozita dhe miratohet me konsensus nga pala tjetër. Toto Zani atëherë erdhi. Që duhet plotësoj kriteret ligjore, se kjo është shumë e rëndësishme. Patjetër, pra edhe Toto Zani, temi një jurist i mirë i njohur, patjetër dhe ju. Kujtoj edhe Emir Dorgjani ka qenë gjithashtu një Dobjani që ka hapur edhe hapit, besoj një tradit mirë, ndoshta jo profilit kaq të lartë sa qeni ju apo sa çishte Toto Zani, por hapi edhe një tradit mirë të ombudsmanit, të avokatit popullit. Shikoj emrat që përmendën tani, më duken pak kthim pas në kohë. Pra temi mbizotrimi, jam dakord që të keni konsensus politik, po t'jeni disa emra që të keni fare edhe miratimi profesional temi, apo integriteti personal. Atëre, unë besoj që në listën e kandidaturave është hera e dytë që u hap gara. Në listën e kandidaturave herën e parë kishte emra shumë të rëndësishëm dhe unë besoj që ishin emrat të cilat realisht i jepnin nder institucionit. Një nga emrat që është sot ende në garë për shembull është zonja Vitore Tusha, ish kryetare e gjykatës kushtetuese, ish andare e gjykatës së lartë, pra një person i cili ka kontribute të jashtëzakonshme. Mund të thuhet shumë çka, por nuk mund të thuhet se nuk ka një background të jashtëzakonshëm profesional. Tu pastaj po bëjmë subjektiv, po krahasuar me gjykatën aktuale kushtetuese pa diskutim më shtohet respekti për zonën Tusha. Po është për opinion personal. Dhe unë mendoj, në fakt nuk e mendoj si ju këtë çështje, po gjithsesi në rastin e zonjës Tusha vërtet besoj që është një emër shumë i vlefshëm profesional. Ka gjithashtu emra të tjerë profesionistës shumë të mirë, një profesionist tjetër shumë i mirë që është në listë, pa pasur unë preferenca individuale, gjithmonë, është edhe emri i Bredar Dervishit, ish këshilltarit të ish presidentit të Republikës dhe një person i cili vërtet ka pasur një zë shumë të fortë për sa i përket ruajtjes së standardit dhe të balancës në një kohë kur opozita nuk ishte fare në parlament. Pra edhe ky kontribut, sepse sigurisht ka qenë një këshilltar, besoj unë shumë i mirë në atë kohë i Zotit Meta, është për të vlerësuar dhe edhe jo vetëm ky kontribut edhe kontributet tjera. Ka juristë të tjerë të cilët janë vërtet emra të rëndësishëm. Një nga kandidaturat është edhe aktualisht komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, zoti Gajda, dhe ai me një eksperiencë jashtëzakonshme dhe që vjen pas 5 viteve të një karriere shumë profesionale. Është ashtu Ahmet Prençi, pra ka njerëz të cilët kanë. Sa rëndësi ka që në postën e ombudsmanit, pra të avokatit popullit, të jetë një jurist, avokat patjetër, po që të ketë dhe një zë publik. Pra që të jetë diçka më shumë se thjesht profesioni. Një profesion. Pra, le temi, Bledar Dervishi për shembull, që ju përmendëm me drejt, pavarësisht se zoti Meta e drejtoi me ngarkesa të forta politike institucionin e presidentit të Republikës, Dervishin në 2-3 raste ndërhyrja e tij ka qenë e saktë. Le temi ka qenë e saktë. Atëre, duhet të ndajmë këshilltari nga titullari, janë dy gjëra të ndryshme. Sigurisht që këshilltari, dhe patjetër them, sigurisht titullari ka leadership dhe është bindja e tij se si do ta drejtojë dhe ushtrojë mandatin e vet. Mund të bijem dakord, mund mos bijem dakord, por ka qenë një mënyrë e tij e ushtruarit të mandatit të tij e zotit Meta gjatë kohës që ai ishte presidenti i Republikës. Ndërkohë që këshilltari është personi i cili vë në fokus, përgatit anën dokumentare dhe atyre që mund të jenë qëndrimet e titullarit. Shumë nga parashtresat apo shkaqet për të cilat janë kthyer një sër ligjesh që edhe unë i kam vlerësuar problematike nga presidenti i Republikës në një parlament i cili nuk kishte
opozitën reprezentative në kuvend, pavarësisht arsyeve, kanë mbajtur pikërisht argumentimin dhe frymën e tij dhe janë jashtëzakonisht, domethënë, çështje shumë të forta profesionale. Por përtek kësaj, sepse siç e thash, nuk dua të identifikoj një emër apo një tjetër, e rëndësishme është që avokati i popullit të jetë një zë i rëndësishëm në diskurin publik, sepse ne kemi përgjithsisht autoritet moral. Ky institucion... Jo, keni dhe imponues, së të është moral. Jo, ajo historia që tërgova me atë dhe shefin e komisariatit shtetrale, ati i dilit ty nga veshët, nga unë dhe që... Se nuk bëj do të se i kam të dera në gjithë, nuk kam qa bëj fare. Po, sepse ne në përmjet rekomandimeve, në përmjet identifikimit, si pas ligjit ne jemi autoritet rekomandues. Gjithçka ne bëjmë, maksimum është rekomandimi dhe paraqitja e raporteve tek Komisioni Ligjeve dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Këto janë masat më të mëdha që neve mund të marrim. Përjashtimisht mund t'ja paraqesim rastin, t'ja ekspozojmë prokurorive përkatëse, duke thënë që mendojmë që këtu ka një vepër penale dhe këtu është mandati ynë. Pra, e bukura e këtij institucioni është, dhe kjo ruhet, që ka një pushtet soft të butë, por ama zëri i tij është i fortë vetëm nëse standardi është i rëndësishëm, i vërtetë, i qëndrueshëm dhe ti e argumenton atë të themi qëndrimin që ke në lidhje me një çështje të caktuar. Arber, ne flasim për integrimin evropian, sigurisht. Flasim për integrimin evropian, në fund fare mendojnë që ai trau do ulet dhe ngrihet te ai kapitulli i fundit. Drejtat e njerëzit, zgjedhjet, standardet e Kopenhagenit që një ndryshe etj. Unë mendoj që ai jemi akoma larg nga pikpamja edhe pjekurisë si shoqëri. Aty jemi më afër se kurrë. Jemi më afër se kurrë. Ku jemi larg? Ku jemi larg atë? Konstatimi juaj është pjesërisht i drejtë. Nuk jemi larg në aspektin e të shkruarit të dispozitave ligjore apo të parafrimit të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Jemi shumë afër, ashtu siç e tha dhe zonja Ballanca, ne jemi larg apo disi larg në respektimin e atyre të drejtave të shkruara. Nëse ne do t'i vendosim thjesht në letër, në vitin 2017 më lejoni që të bëj një parantezë, u ndryshua kodi i procedurës penale. Dhe deri në vitin 1994, deri në vitin 2017, kishim një sistem që në letër ishte akuzator, por që realisht ishte inkuizitor. Në vitin 2017 u zbatua dhe u ndryshua komplet kodi i procedurës penale për sa i përket një mungesë të inkuizicionit dhe u vendos që është komplet akuzator. U prezentua për herë të parë letra e të drejtave të pandehurit dhe në momentin që një personi i ndryshon cilësia dhe merr cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime, i vendosen në dispozicion letra e të drejtave dhe një sër të drejtash të tjera procedurale që ai ka. Por sa i zbatohen këto në rastin konkret, këtu le për të dëshiruar. Le për të dëshiruar jo vetëm në prokuroritë e rretheve që janë prokurori të largta, por edhe në prokurorinë e kryeqytetit apo prokurorinë e Durrësit apo ndonjëherë edhe në prokurorinë e posaçme. Mos harrojmë rastin e zotit Qyno për shembull, që ka qenë një nga rastet më të gazetarit, që ka qenë një nga rastet më skandaloze, thritet si person që ka dieni, mbahet në zyrë dhe hiqet në mënyrë të paligjshme liria dhe më pas shkohet vetë kërkesë në gjykat dhe gjithë historia tjetër. Pra, kur një gazetari të njohur, apo edhe të panjohur qoftë, i shkelen të drejtat nga prokuroria e posaçme, imagjinoni se çfarë do të bëhen në prokuroritë apo në policitë gjyqësore të rretheve më të larta të kryeqytetit. Prandaj, besoj... Jo, nuk e diskutoj që çështja e zbatimit të drejtave të njerëzit është një sfidë kudo, në çdo vend të botës. Vazhdon të jetë një sfidë më e madhe në Shqipëri, kjo është e padiskutuar, por për rastin e zotit Qyno do doja në fakt që të bëja edhe unë pak një reklam të vogël. Vendimi i gjykatës kushtetuese i pak ditëve më parë ka qenë një vendim në vlerësimin tim një nga vendimet pozitive për cilat duhet edhe ta lavdërojmë gjykatën kushtetuese. Vendosja e standardit në rastin Qyno ishte shumë e rëndësishme, por avokati sepse u konsiderua që ishin përtej të gjitha masat të cilat ishin marrë nga ana e gjykatës nuk ishin proporcionale në kuadër të kufizimit të lirive individuale të tij dhe qoftë edhe të drejtës së tij si gazetar, pa lirisë së shprehjes, por edhe për sa i përket jetës private. Por unë pa modesti, në rastin konkret duhet ta them që në prill të vitit kaluar, pra një vit më parë, avokati i popullit ka publikuar një raport
duke marrë shkas nga rasti qyno. Pra, pikërisht nga rasti qyno, ne lëvizim ose të temi fusha e të drejtës proceduriale në aspektin penal, por dhe në aspektin civil, janë element cilët avokati popullit ka një mandat të kufizuar, sepse ne nuk shprehemi në lidhje me vendimarrjen e gjykatave, vetëm aspekte proceduriale të problematikave që lidhen me sistemin gjyqësor dhe ose prokurorial. Por në rastin konkret, duke parë se kishte disa problematika jo të vogla të garantimit të drejtave procedurale të qytetarëve dhe të individëve, ne vendosëm duke marrë shkas nga rasti qyno të bëjmë një raport i cili edhe brenda institucionit pati shumë persona që më thanë avokate i duke kaluar masën sepse i duke dhënë, do me thënë, po del ti sigurimin neve gjykata. A ka masë kur do të mbrosh drejtat e individit? Po, unë besoj që në atë rast, me pak leadership, arritëm që të kishim një raport i cili së pari evidenton të faktin që ne duhet të kuptojmë një afatet proceduriale të hetimit të personave janë të përcaktuara në kushtetut ose në ligj ose në kode dhe këto afate duhet të respektohen. Ti nuk mund të mbash një person gjatë gjithë kohës si person rreth të cilë që ke dijeni rreth veprës penale, që ai ka dijeni rreth asaj vepre, kur ti je i sigurt që në kallëzim që vepra akuzat, do të thotë personi është e rinda, vepra po bëhet nga e rinda dhe ti po heton e mban nuk e vë, do të thotë nuk i vë një cilësi proceduriale rindës, po e mban aty në mënyrë që ti të kesh më shumë kohë për ta hetuar. Kjo nuk është legjitime sepse afatet proceduriale janë aty pasi hetimi i vazhdueshëm apo bëna në presion të vazhdueshëm një personi nga ana e prokurorisë është kërkesë drejtave të tij të njeriu. Gjithsesi, kjo dhe çështjet të tjera të qynos ne kemi ngritur zërin dhe ka mbi një vit që i kemi thënë dhe kemi qenë si të thuash miku i gazetarëve në rastin konkret, pasi për ne e drejta e shprehjes është një drejtë jo e pakufizuar, por është një drejtë shumë e rëndësishme. Po, se kemi edhe ne në 10 kartës drejtë e mirë, që është ajo që tash editorial. Fillon liria jote, mbaron liria ime. Për çdo liri dhe për çdo të drejtë është po ashtu. Po, Amerika e ka pak më ndryshe mbizotron amendamenti 2 dhe thotë mbizotron liria shprehjes, po Europa është më e balancuar. Mbetet Evropa gjithsesi është më e balancuar, po mbetet gjithsesi edhe Evropa një standard goxha i mirë. Neve jemi edhe më mirë se sa Evropa, se ne kemi ligjin e medias që ka vetëm një nen. Ka vetëm një nen, po dhe dim si e zbatojmë, Di Martini ka prokuroris. Martin, megjithatë në fakt duhet kishte ligj, po. Ka qenë përpara se sa të pas Martinit pastaj ishte një nga shkaqet pse u ndryshua ligji. Pra, provu mbi kurrizin e Martinit dhe u bë ligj i ri, po. Tani, unë kam një pyetje dhe një koment vogël. Ju nuk kandidoni për arsye personale, nuk jeni profesionalisht e plotësuar? Jo. Atëre, së pari unë... Sepse në fakt, ju nuk duhet ta braktisni detyrën, dhe unë, kur them braktisni detyrën, unë mendoj që ju duhet ta keni këtë indicën për të rikandiduar. Unë personalisht mendoj. Është gjë dëshira për të kandiduar, tjetër gjë kur ti ndeshësh përballë asaj të okay. Rekomandimi është që mundësisht të zgjidhet një tjetër. Pastaj është çështja morale, pastaj çështja. Së pari unë që kur e kam marrë të detyrë, bashkë njemi me Arbrin jo, po bashkë njemi prekosh, unë kam lënë mjetën time profesionale, e kam lënë më një anë, pikërisht për faktin se e ndjeva, besova, se ishte përveç një përgjegjësi dhe nder shumë i madh për mua për të ushtruar një profesion, një detyrë kaq rëndësishme kushtetuese, po dhe një shërbim për vendin tim. Dhe që në herën e parë kam thënë që unë nuk do të kërkoj një mandat të dytë. Pra për mua ishin ato 5 vite, që është mandati kushtetues i avokatit popullit, 5 vite kontribut për në vlerësimin tim me modestin time për vendin tim. Pse? Sepse besoja dhe mendoja që gjithmonë, kush ka qenë jashtë strukturës shtetërore, ju mund ta keni provuar edhe vetë, është tjetër gjë kur je gazetar i lirë, gjen gjithmonë kritika, kjo shkon mirë, kjo po, hajde bëje një herë, provoje të jesh nga ana tjetër, të punosh ditë për ditë për të ngritur diçka, për të ngritur një institucion siç mund ta keni ngritur ju. Mbajmë ato se Fatosnano, ku ne ishim të çuar reklamit dhe kritikonin dhe po dhe tha, "Okay, hajde ne ta. Doni ta hajde merrni ta. Ti këtu, hajde ju bëjë që nesër, hajde merrni ta bëjeni vetë." Ndryshon situata kur ti ulesh në. Dhe prandaj them që duhet edhe kontribut. Duhet edhe kontribut dhe kjo ishte arsyeja që unë e pranova këtë detyrë si një shërbim edhe ndaj vendit, pa diskutim. Kam pasur një kënaqësi profesionale të jashtëzakonshme gjatë këtyre viteve. Sinqerisht e them sepse jam munduar të bëj më të mirën, por edhe kam marrë një feedback jashtëzakonisht shumë të mirë nga shumë njerëz që i kemi ndihmuar, nga shumë çështje që i kemi zgjidhur
dhe në nivel rajonal dhe ndërkombëtar kemi pasur arritje të jashtëzakonshme. Ju përmendët rastin Qyno, që ta keni kontribut jo modest në zgjedhjen e saj. Mësoni dy raste, një rast të njohur dhe një rast totalisht anonim ku avokati popullit ka dhënë kontributin e tij në vitet që e drejtoni ju. Një rast anonim, nuk një person i tjerë që i bjen derës dhe thotë, ok, nuk di ku drejtohemi, po i bik kësaj derës, do të poezi të problemi. Atëherë, neve kemi çdo vit minimalisht 300 rekomandime të dërguara nga avokati popullit. Them 300 janë më shumë se sa një në ditë, dhe kur ne nxjerrim një rekomandim nga njerëzit cilët ne ndihmojnë. Ndërkohë, në çdo vit, po të hapni statistikat që ne tani e kemi dhe raportin me shumë statistika, po të hapni statistikat, midis në 5 vitet e fundit kemi filluar të masim edhe sa ankesa zgjidhim pa pasur nevojë për rekomandim. Pra vetëm fakti se hyn avokati popullit në fillon një hetim në lidhje me një çështje të caktuar, çështja zgjidhet. Dhe zgjidhet pa pasur nevojën për një rekomandim. Dhe këto janë të matshme, janë të raportuar në raportin tonë dhe janë midis 400, 500, 600, edhe 800 kemi pasur në një vit. Pra ja dalim që ta zgjidhim hallin dhe problematikën e këtyre njerëzve. Tha avokati me shumë të drejtë ndryshimet që u bën në standardin e drejtave të njerëzit me kartën të drejtave që duhet i komunikohet të gjithë personave që nga ndryshimi i kodit të procedurës penale. Por, avokati popullit kur erdhi, kjo karta gjithsesi nëpër komisariate u jep personave vetëm në momentin që u komunikoi akuza, pra kur kishte mbaruar çdo gjë, e kishin marrë në pyetje dhe gjithë të tjerat, pastaj merrte një deklarat që ju komunikua dhe karta të drejtave së bashku me komunikimin përfundimtar të gjendjes së tij. Sot po të shkojmë, karta e të drejtave është një dokument që jepet paraprakisht. Në momentin që hyn qytetari, ke drejtar të marrësh avokatin. Po, të tëra këto, përveç se janë të publikuar në muret e komisariateve, përveç se duhet t'i thuhen me zë nga policët persona në momentin në cilën ato dalohen apo arrestohen, të gjithë kush që hyn në komisariat, në momentin që regjistrohet, sot, mbas një këmbguljeje shumë të fortë të avokatit popullit për vite me radhë në rekomandimet vazhdueshme, ndonse nuk është detyrim në procedurën standarde të policisë së shtetit, jepet që në momentin që personi hyn. Kur ai hyn dhe regjistrohet, jepet dhe kjo letra dhe ne kemi gjetur letrën në xhep personave kur kemi vajtur për të bërë verifikimet paraprakisht. Avokat, është ky lloj ndërgjegjësimi tashmë tek individët? Edhe me ndërhyrjen edhe qoftë edhe të avokatit popullit, por edhe me një lloj, le ta themi, ndërgjegjësimi edhe të oficerëve të policisë gjyqësore, besoj që në 90% të rasteve që në momentin e parë që ndryshon cilësimi procedurial nga person që ka dieni apo dëshmitar, siç kuptohet në gjuhën popullore, me person që ndaj të cilit zhvillohen hetime, i jepet dhe letra e të drejtave. Jo, ja japin në fillim, avokat. Ja japin kur hyn në komisariat, i ndaluar, i shoqëruar, atëre ja jepnin edhe më parë kur ndryshonte cilësimi. Momentin që arrestohet apo ndalohet, patjetër që po. Ky është një standard i vendosur dhe s'ka asnjë diskutim. Por ajo që po diskutoja unë është momenti i dytë që është akoma më i rëndësishëm. Pra një person që sritet si person që ka dieni dhe gjatë hetimeve ndryshon cilësimi procedurial. Dhe ky është akoma më i rëndësishëm. Se ai që është ndaluar, besoj që duhet ta lësh avokatin atë moment se momentin e parë do thras avokatin dhe mbaron historia dhe ai nuk do të thotë asnjë gjë që mund të përdoret kundër tij ose ai që është i ndaluar. Por në një moment tjetër që është akoma më i rëndësishëm është momenti që shkon si dëshmitar dhe del si i pandehur. Dhe ky moment edhe këtu respektohet dhe ka vend për ta përgëzuar edhe avokatën e popullit. Megjithatë sfidë e madhe mbetet sigurisht reforma në drejtësi apo jo Martin përballë faktit që njerëzit duan vendoset drejtësia, ndonjëherë themi ti shikon dhe frustrimin e opinionit publik që thon pse gjëra po nga ana tjetër përballë janë dhe drejtat e individit, e personit që son akuzat. Sigurisht, po unë si fan si një shteti të fortë dhe sundimit të ligjit, unë mendoj që unë jam fansi një shtetit dobët, me thonë vërtetë. Dhe një individit fort. Jo, në kuptimin e ligjit, unë prandaj jemi të ndryshëm. Unë mendoj që përveç kësaj, unë mendoj që ka koha edhe për reformimin e institucionit të avokatit popullit. Ka 25 vjetë që sigurisht ka patur arritje dhe unë jam për atë ngritjen e nivelit të profilit publik, sepse avokati i popullit në fakt duhet tek ajo që pyetja që shton ju, unë them
që duhet një avokat për popullin, dhe në këtë kuptim, unë mendoj që nuk duhet të jetë reforma vetëm në nivelin e rekomandimit. Avokati i popullit, unë mendoj që me ndërhyrjet, me reformin që duhet bërë, duhet ketë paktën në disa nivele, duhet ketë diçka më shumë se sa rekomandimi. Do me thënë, duhet të zgjidh disa problemi që mund të zgjidh edhe vetë. Forma, mënyra, duhet të gjendën me ligjë, me reformë. Avokati i popullit dhe avokati i shtetit kanë të njëjtat kompetenca? Jo, ka kompetenca ndryshme, tërësisht. Jo, e kisha në këtë sens. Për sa i përket pushtetit, ne jemi institucion më i fuqishëm. Jeni më se avokati i shtetit. Por ama avokati i shtetit ka shtetin nga pasë. Patjetër, ndërkohë që ju presupozohet ta keni përballë shtetin. Ose ju t'i qëndroni shtetit përballë institucionit. Jo kuptimi negativ fjalës, por ju qëndroni përballë. Prandaj them, ka nevojë që ne të kuptojmë rolin e institucionit të avokatit popullit, sepse her pas here un kam parë dhe e ndjej edhe nevojën e shoqëria civile që kërkojnë që ne të kthehemi në një watchdog të çfarë do lloj veprimtarie shtetërore dhe sigurisht që nuk është ky roli i institucionit. Po, edhe kryejmë edhe veprimet tona me iniciativë. Kemi mundësinë që të kemi edhe një mandat me iniciativë. Veproni edhe me iniciativë. Po, në disa raste specifike, nëse avokati i popullit vlerëson se ka një shkelje strukturore të drejtave të njerëzit dhe në rastet kur persona të cilëve u shkelur e drejta janë grupe vulnerabël, ne mund të ndërhyjmë ta marrim vetë rastin dhe jo me ankesë. Ankesa është rregulli, parimi, por ne kemi mundësi ta bëjmë të gjë edhe pa një ankesë det për së drejti nga qytetarët. Pra jemi një institucion i cili kemi dhe rol proaktiv. Ne, si institucion Shqipëria, ka një nga institucionet me mandatet më të gjërë, me kompetencat më të gjëra në vendet e Këshillit të Evropës. Në një raport i cili është publikuar për fuqinë e institucioneve të drejtave të njerëzit në kuptimin e mandateve të cilat ato kanë për të ushtruar në vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet që duan të hyjnë në Bashkimin Evropian, është identifikuar se Shqipëria ka mandate të plota për mënyrën se sa të fortë jemi si institucion. Fakti që ne jemi institucion kushtetues dhe fakti që kemi marrë akreditim dhe riakreditim 4 herë nga institucionet e UN-it në nivel global si një institucion që plotësojmë kriteret për të mbrojtur drejtat e njerëzit është domethënës. Por ama të tëra institucionet e drejtave të njerëzit kanë këtë natyrë. Kanë rol rekomandues. Kanë lindur fillimisht si dora e zgjatur e parlamenteve. Më parë, tek të gjithë deputetët shkonin ankesat të qytetarëve, sepse ishte marrëdhënia e drejtë për drejtë deputet me personat të cilët ata i zgjidhnin. Më tej, parlamenti vendosi të krijonte një institucion tjetër, jashtë vetes së tij, të cilët i thoshte, ju qytetarë shkoni te ky person që ka mandatin dhe fuqinë time, prandaj zgjidhet me shumicë kaq të fortë nga parlamenti, i cili do të shërbej si arbitër midis qytetarëve, të drejtave të tyre, rolit tim, mandatit tim mbi këqyrës dhe se si po e ushtron qeveria pikërisht atë gjë që unë i kam thënë nëpërmjet ligjeve që kam bërë. Bota ka evoluar dhe ka ndryshuar. Kohët e fundit flitet që në fakt nuk janë më as 3 pushtete, sepse pushteti ekzekutiv dhe legjislativ po unifikohen gjithnjë më tepër. Po shkrihen me njëri tjetrin duke qenë se shumicat e mbajnë qeverinë dhe bëjnë në fakt gjithçka do qeveria dhe fuqia pushteti është kryesisht tek qeveria në rastin edhe në Shqipëri, besoj sa ashtu si ne. Ke rastin e Italisë, nuk ka të njëjtin. Edhe Italia sigurisht, flasim për Italinë për shkak që duket që Meloni bën çfarë do sigurisht sepse ka shumë. Ndërkohë që në kohën e Berlusconi, ndjes pas kuptoi që Berlusconi frustrohej përballë një parlamenti shumë sanguin dhe shumë gjyrë. Bota po ndryshon dhe po evolon. Dhe në këtë kuadër, prandaj them që duhet edhe kuptuar se cili është roli i institucionit tonë. Nëse ne mbyllim çfarë do lloj marrëdhënie që kemi me qeverinë duke bërë gjithmonë kritizerin par excellence, do të mbyllim çfarë do lloj mundësie për ta zgjidhur një hall të caktuar të qytetarit. Jeni vënë ju në një temin thojza një akuzë tillë nga ata që presupozohet ju propozuan dhe ju votuan? Unë nuk e di të them, nuk është se kam ndonjë ankesë formale zyrtare, por mund të them për shembull që në seancën e fundit të paraqitjes së raportit të avokatit të popullit, zoti Dumani kishte rreth 50 pyetje nga majoranca dhe opozita dhe deti disa orë në komision të ligjeve dhe në parlament dhe po ashtu edhe ne kishim 44 pyetje si avokat e popullit kur bëm raportin tonë.
Pra, nuk është se duhet them që ka pyetje dhe sa më shumë kalon koha. Nuk keni shpëtuar, më thojza, dot nga... Po nuk shqetësohem fare. Unë jam shumë e lumtur që të më bëjmë pyetje pafundësisht, sepse kjo është puna ime. Nuk ka gjë më të mirë se sa të tregohet puna që ne kemi bërë përballë parlamentit, sigurisht ata mund të pyesin për gjëra nga më të ndryshme që janë në report, që se kanë lexuar raportin, që mund të kenë edhe problematika të tjera, pa diskutim. Njerëz jemi gjërat, ata munduan një gjë që unë nuk e kam farë në mandat, për shembull, nuk kam mandat faktikisht avokati popullit për ta sqaruar, nuk ka mandat mbi shumë pak gjëra. Presidentin e Republikës, kryetarin e Këshillit Ministrave, nuk kemi mandat. S'kemi drejt marrë makesa ndaj tyre dhe urdhrave ushtarak të ushtrisë, të forcat armatosura. Urdhrat e tjerë, të administrativ, të me thënë në lidhje me të drejtat e ushtarakëve, tjerë ne kemi mandat për t'i verifikuar dhe për të parë nëse janë përputhje me liritë e qytetarëve. Tani, mendoj e ti, unë kam parë, edhe gjatë fushatës elektorale, njerëz të cilët frynin një duft të tmerrshëm ndaj meje dhe ndaj institucionit që pse nuk ndalonim ne kryeministrin të kishte një gjuhë papërshtatshme. Për shembull, kjo më duket të japësh ti dikujt, të presësh nga dikuj që të ketë një mandat që nuk e ka. Po ndoshta se kanë ditur këtë që sapo thatë, që s'keni kompetencë ligjore apo mandat ndaj kryeministrit. A ka pa njëri ndonjë avokat popullit ta bëj në ndonjë vend? Asnjëherë. Dhe atëherë kur avokatët e popullit kanë qenë figura shumë aktive, ose profil të lartë politik. Jo, kur kanë qenë figura shumë aktive në kuptimin që kanë krijuar konflikte të hapura me ekzekutivin, është treguar që puna e tyre ka shkuar për keq. Sepse nëpërmjet standardit, mirëkuptimit, vendosjes së pikave të kontaktit, arritjes së një konsensusi, arritjes së konsensusit sot, vazhdimit të një çështje për ta çuar një çështje edhe më përpara nesër, dhënies së një interpretimi të ri, mund të arrihet të bëhet shumë më tepër punë në mënyrë konstruktive, sesa duke pasur gjithmonë një përballje dhe një konflikt të hapur. Sigurisht që në rekomandimet tona janë aty. Unë jam shumë krenare dhe këtë e them për herë të dytë, po e them me pak modesti, por cilësia e rekomandimeve të avokatit popullit në ndër vite është rritur. Çështjet që trajtojnë, problematika që kemi, çfarë arsyetimi ligjor bëjmë për të dhënë një rekomandim caktuar. Pra këto janë të tëra gjëra që ne i kemi arritur me kohë. I kemi arritur me kohë pikërisht për të treguar ne bëm punën tonë, ne po përpiqemi të bëjmë dokumenta të arsyetuar, të mbështetur në standarde kombëtare dhe ndërkombëtare në praktikat më të mira të drejtave të njerëzit, tani është administrata ajo që duhet të bëjë punën e saj. Por mbetemi ende me një numër rekomandimesh të zbatuara të avokatit të popullit ende të ulët. Kemi një numër goxha të ulët. Nga ana tjetër, për shembull, ka një shembull shumë të mirë që nuk konsiderohet shembull efektiv. Në një nga vendet e Ballkanit, në Serbi, rekomandimet e avokatit të popullit zbatohen në 92%. Dhe nuk e di, është një demokraci më e mirë Serbia se sa shumë dhe të tjera të Ballkanit perëndimor, nuk di të them. Tek ne sa zbatohen? Tek ne zbatohen diku ke 40% e rekomandimet e avokatit të popullit. Por kemi prap një pëlqyeshmëri shumë më të madhe, përveç fakut që tani na ka marrë të gjithëve gjithë fushën e betejës. Edhe në Austri është kjo pjesë, qëllimi është që të zbatohen sa më shumë rekomandimet, por për të pranuar kemi një nivel shumë të lartë. Mos pranimet, ose ata kanë drejtë edhe të mos i pranojnë rekomandimet fare, thotë nuk jam dakord. Kjo është një shifër e cila lëviz, shifra lëviz rreth 20%, po këtu dhe vendimet gjyqësore nuk zbatohen në 80% të veta, apo nuk pranohen. Me që folëm, sigurisht sfida e fortë është patjetër edhe reforma në drejtësi përballë dëshirës njerëzve për të vendosur drejtësi. Dhe sa më shpejt e përballë Europës, si e thotë, ndaloni pak, se edhe ata që janë burg apo para burgim kanë drejtat e tyre. Për këtë flasim më njëherë pas publicitetit.